Përdhunimet seksuale ndaj vajzave të mitura nuk kanë të ndalur, madje më tragjikja, as babai nuk kursen vajzën e tij. Prokuroria Themelore Publike e Kavadarit ka lëshuar urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore në 2 raste të ndara, në të cilat ekzistojnë dyshyme për vepra penale për dhunim i një fëmijë nën 15 vjeç sipas nenit 188 të Kodit Penal. Në rastin e parë dyshohen 2 të rritur nga nikotina, të cilët së pari kanë kryer vepër penale, kënaqje e pasioneve seksuale para një tjetri sipas nenit 190 të Kodit Penal. Sikur të mos i mjaftonte kjo, ata kanë pasur marrëdhënie seksuale para një fëmije të mitur, i cili i ka filmuar me telefon celular. Në korrik të vitit të kaluar, ndërsa fëmia ishte 14 vjeç, njëri nga 2 të dyshuarit e ka nxitur vazhdimisht të miturin të ketë marrëdhënie seksuale me të, për të cilat i ka dhënë shuma të caktuara parash. Prokurori publik propozoi mas paraburgimi për të dyshuarin për përdhunim të një fëmije, për të cilën kërcënohet me dënim me burg prej të paktën 8 vitesh. Jo vetëm kaq, Prokuroria e Kavadarit po zhvillon procedurë dhe ka propozuar mas paraburgimi edhe kundër një babai nga Kavadari, i dyshuar për vepra të tjera seksuale ndaj vajzës së tij vetëm 13 vjeçare. Ai e preku vajzën disa herë ndërsa ishte në gjendje të dehur, gjë që ngret dyshime se kreu vepër penale sipas paragrafit 5 të nenit 188, i cili dënohet me burgim prej të paktën 3 vitesh. Kujtojmë se vetëm para disa ditëve, pre e përdhunimit, shantazhit edhe abuzimit, ishte edhe një vajzë 16 vjeçare nga Slupçani, e cila dyshohet se është abuzuar me muaj të tërë nga disa persona për favore seksuale dhe financiare. Rasti është denoncuar më 2 janar në stacionin policor të Kumanovës nga prindi i së miturës. Sipas denoncimit, e mitura dyshohet se është zhvatur, kushtëzuar dhe shantazhuar, pasi një nga të dyshuarit posedonte fotografi eksplicite të saj dhe kërcënonte se do t'i publikonte nëse nuk i jepte para. Akti të dyshohet se janë bashkuar edhe persona të tjerë, përfshirë një familjar i afërt i viktimës. Për këtë, policia ka arrestuar 2 persona, njëri 31 vjeçar, ndërsa tjetri 28 vjeçar, të dy nga fshati Slupçani, komunës së Likovës.